Kujdesi për macën u bë shkak shërimi. Nëna e një djaloshi ishte në gjendje kritike dhe shtrihej në spital. Një ditë nga ditët mjekët e lajmëruan djaloshin se gjendja e nënës së tij është shumë e keqe dhe nuk shpresohet për të shërim dhe në çdo moment mundet të ndrojë jetë. Djaloshi doli nga dhoma e nënës së tij, ishte i mërzitur për gjendjen e saj dhe u nis drejt shtëpisë. Nuk mundej të rinte i qetë në shtëpi, larg nënës së tij, kështu prap vendosi të kthehet. Rrugës ndaloi me një pompë benzine, ku poshtë makinës së tij e pa një karton me një macë në të, e cila sapo kishte pas lindur mace të vogla dhe numri i tyre ishte i madh. Ato të voglat nuk mundeshin të ecnin dhe tha në vete se kush u sjell atyre ushqim duke qenë në këtë gjendje. Iri në shitore dhe u bleu ushqim, u avendoi përpara tyre dhe u nis për në spital. Iri në dhomën e nënës së tij, mirë po mbeti i shtangur dhe i ran nga dora gjëra që i kishte blerë për nënën. Nëna e tij nuk ishte në dhomë. Mendoi se kishte ndëruar jetë. Shkon dhe e pjet motrën medicinale se ku ishte nëna e tij. Motra i përgjigjet: "Gjendja e nënës tënde është përmirësuar për nga e mira dhe e larguam nga dhoma për kujdesje së veçantë dhe kemi vendosur në dhomë tjetër me ata pacientë që gjendja e tyre është më e mirë." Djali me shpejtësi shkoi në dhomën tjetër dhe e pa nënën e tij. Gjendja ju kishte përmirësuar në të mirë. Ishte zgjuar nga koma dhe pasi që e përshëndeti, e pyeti djalin se çka ndodhi me ta. Nëna ju përgjigj: "Duke qenë në atë gjendje, pa vetë dije, e pash në ëndër një mace dhe fëmijët e saj. I kishin pas ngritur duar dhe luteshin për mua. I lartësuar është Allahu, i cili i largon fatkeqësitë. Shëroni të sëmurit tuaj me sadaka." I dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi ta, na porositi: "Frigojuni nga zjarri, qoftë edhe me një gjys hurme." Allahu i madhruar thot: "Dhe nuk ka asgjë që nuk e madhron Zotin. Duke e lavdruar, por ju o njerëz nuk e kuptoni madhrimin që i bëjnë ata." El Isra 44.